Rregullat që nuk i diti administratori ju kushtoi me përjashtim nga testi i maturës 21 nxënësve nga Gjilani. Me që faji nuk ishte i tyre, Ministria e Arsimit mori vendim për ritestim të maturantëve këtë shtunë, pasi u konstatua se largimi i tyre nuk ishte të bënte me kopjem. Në 2 klasë i larguar një numër bukur i madh nxënësve, të cilët ju ka marrë telefoni pas se t'ju shpërndahen testet. Edhe dje në mbledhjet të Këshillit të Maturës është vendosur që për këta nxënës të riorganizohet testi edhe një herë. Maturantëve ju është ndërruar edhe qendra e testimit. Testi do të mbahet në gjimnazin Xhavit Ahmeti. Aty kemi pa më të arsyeshme për aspektin organizativ. Këtë vendim e mirëpritën edhe nxënësit, prindërit e të cilëve thanë se ju është bërë padrejtësi, duke i larguar nga testi pa faj. U është kërku që me i dorëzu telefona. Ende pa fillu testime, i kanë largu. Pastaj shkova në shkollë, të gjithë nxënësit ishin duke qajt, krejt stresum, krejt shqetësum. Krejt kjo situatë e krijuar sipas drejtorit të divizionit për vlerësim në masht Fatmir Elezi, nuk do të kaloj pa u ndëshkuar. Do të shqetësojmë situatën se si ka vepruar administratori, ka pas njoftuar prej komisionit se nuk lejon fare telefonat në klasë, apo ka vepruar sipas mendimit vet. Përveç këtyre 21 nxënësve që u larguan padrejtësisht nga testi, pjesa tjetër e nxënësve mbi 60 do ta kenë mundësinë tjetër të testimit në afatin e dytë.